Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pa Gjurmë. Jemi live këtu në ekranin e Report TV, ku si çdo ditë dhe ditën e sotme do të jemi rreth një orë në transmetim dhe do sjellim historinë e një babai i cili fatkeqësisht pas divorcit para shumë viteve, konkretisht në vitin 1999, nuk ka mundur dot të takojë dy fëmijët e tij. I la të vegjël në momentin që u divorcua, sot fëmijët janë të rritur, ka mësuar se vajza është martuar, mund të jetë bërë dhe gjysh, por fatkeqësisht ai nuk ka asnjë lloj kontakti. Bëhet fjalë për 67 vjeçarin nga Tirana, Arjan Cengo, i cili prej vitesh është larguar nga Shqipëria, jeton në shtetin grek, ka vazhduar jetën, është rimartuar, ka sjellë një jetë fëmijë të tjerë, dy djem të tjerë, por kokën gjithmonë e mban mbrapa në Shqipëri, aty ku la dy të vegjëlt e tij në 1999 dhe pse luftoi fort për t'i takuar, fatkeqësisht ish bashortja gjithnjë ka qenë pengesë për babain e fëmijëve. Ka ardhur sot, ka udhëtuar nga Greqia, ka ardhur në Shqipëri për të qenë pjesë e studios së emisionit Pa Gjurmë, me shpresën se ish gruaja dhe dy fëmijët që ndoshta mund të jetojnë ende në Shqipëri, mund ta dëgjojnë Arjan Cengon dhe ai të ribashkohet me fëmijët apo të ketë një kontakt me ta. E përshëndes me njëherë Arjan Cengo, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Faleminderit. Sot kemi të ftuar edhe juristen Exhi Beqiri. Exhi, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Do e dëgjojmë këtë histori ditën e sotme, padyshim që Arjani ka ardhur me një breng të madhe. Arjan, 27 vite pa i takuar? Kam 27 vite pa i takuar. Malli është shumë. Nuk di ç'të them. Të dali në rrugë, të shkëmbesh në rrugët e Tiranës ti nuk i njeh. Nuk i njoh. Kjo është dhimbje. Nuk e njoh fare. Dhe këtë pengesë më ka bërë gruaja dhe kunetrit e mi. Ish kunetrit. Dajet, ish kunetrit e mi, dajet e kalamajve. Se i di mirë historinë. Do na i rrëfesh ditën e sotme të gjithë histori, por fillimisht më lejo të prezantoj një kronikë të shkurtër të Arjan Cengos, momenti që ai ka ardhur dhe ka dhënë denoncimi për gazetaren Klaudion. E ndjekim dhe rikthehemi. Pas 27 vitesh, Arjan Cenga jeton me dhimbjen e mungesës së fëmijëve të tij në një rrëfim prekës. 67 vjeçari tregon se pas ndarjes nga ish bashkëshortja nuk ka mundur më të ketë kontakte me djalin dhe vajzën e tij. Martesa e tyre zgjati 5 vite dhe solli në jetë 3 fëmijë. Foshnja e parë ndërroi jetë, ndërsa më pas familja u bekua me një djalë dhe një vajzë. Konfliktet me vëllezërit e ish bashkëshortes ndikuan në prishjen e marrëdhënies mes çiftit dhe më pas me largimin e saj. Gjatë kohës që jetoni në Greqi, bashkëshortja mori fëmijët dhe u kthye në Shqipëri. Arjani mësoi largimin vetëm nga komshinët dhe menjëherë u nis për t'i kërkuar, por çdo përpjekje për t'i takuar ata rezultoi e pamundur. Edhe pse gjykata kishte vendosur detyrime financiare për fëmijët, atij nuk ju dha mundësia të mbante kontakte apo të ishte pranë tyre. Me kalimin e viteve, tentativat për t'i parë vazhduan, madje edhe së bashku me bashkëshorten aktuale, por pa asnjë rezultat. Së fundmi, 67 vjeçari ka mësuar se vajza është martuar dhe është bërë gjysh, ndërsa djali jeton në Durrës dhe punon kamarier. Mes emocioneve, ai tregon se edhe fëmijët nga martesa e tij e dytë kërkojnë të njohin motrën dhe vllain, që nuk i takuan kurrë. Pas gati 3 dekadash largësi, Arjan Cenga vazhdon të shpresojë se një ditë do të ribashkohet me fëmijët dhe sa ata do ta kërkojnë, ashtu siç ai nuk ka rreshtur kurrë i kërkuari. Kjo është historia e dhimbshme e një babai që është në kërkim të dy fëmijëve të tij nga martesa e parë. I dashur Arjan, je martuar herët, diku nga viti 1993. Në 93-shin jam martuar. Sa vite e konsumuat martesë? Vetëm 5 vite bashkë. 5 vite dhe sollët një jetë 2 fëmijë. Dhe sollëm një jetë 3 fëmijë. 3 fëmijë. I pari vdiq. Kam qenë në Greqi, edhe kur mora lajmin. Sa vjeç? Foshnjë. Foshnjë. Keni humbur një fëmijë? Kemi humbur një fëmijë. Dhe krijuam 2 të tjerë. Lindin djalin këtu. Në Shqipëri? Në Shqipëri. Dhe kur e bëm një jetë përsëri që të bëjmë një fëmijë tjetër, që doli vajza, unë nuk isha këtu. Ajo, nga që nuk kishte domethënë mundësi të rrite vetëm që shtëpia ime. Edhe pranuam domethënë me marrëveshje që të shkonte të rrite ke nëna vet në Prisk. Se ju ishin atë kohë në emigracion. Po, isha në emigracion. Jetonit në Greqi. Pa shkëputje. Gruaja me djalin? Gruaja me djalin shkoi ke nëna vet në Prisk, edhe lindi vajza atje. Pastaj, mbasi u rrit çik vajza,
vllai më ndihmoi shumë, jashtë masë. Edhe i nxori vizën. Më merr në telefon. Ka qenë koha kur procedohesh me viza për të udhëtuar në Greqi. Po, edhe i nxjerr vizën vllai. Pra, ti ke bërë përpjekje që familjen ta bashkohesh, se nuk ka logjik. Përpjekje unë, familja ime. Që të bashkohesh familja. Jo, të bashkuar ishim ne, po s'kishim problem në atë kohë. Jo, nuk flas për problem. Bravo. Ti jetonit fizikisht bashkë, se nuk ka kuptim që burri të jetojë gjithë jetën në emigracion dhe gruaja të rrisi fëmijët. Ne. Po. Edhe erdha në Shqipëri, më thot vllai, hajde se i kam nxjerr vizën. Nusës, thot, të vishë të marrë Kalamajt. Erdha, mora Kalamajt, ikëm, jetuam në çfarë vendi të Greqisë? Në Ishull, Mitilin. Keni qenë në Ishull. Në Ishull. Po, çfarë viti e ke marrë gruan prafërsisht? Po atë nga fundi 99-s. Në fund të vitit 1999. Në atë kohë ndam. Po çfarë ndodhi? Kur ju u bashkuat? Neve, unë e mora atje, erdha i mora, jetuan mirë, kishim grindje me kunetrit. Me vlezit e gruas. Po? Edhe ata morën fëmijët pa dëshirën time. Si i morën? I morën më qeftas me se unë punoja. Por që të pyes dhe nëse ti dëshiron të flasësh hapur. Flas hapur, nuk kam asnjë lloj problemi. Çfarë nisën në grindjet? Se ta mendosh i dashurarian, ti je martuar, por asnjëherë s'ke bashkëtuar me gruan tënde. Tash ata mu më morën inat se unë të gjithë kunetrit i mora ti bëj njerëz. Ti bëj, domethënë ti pasuroj. I ndihmove ti çoje në Greqi? Po, erdhën në Greqi, edhe ai njëri nga ata mori një kunatin e vet. Ne kishim një shtëpi të vogël, nuk jetoshim dot 3-4 veta. Ne të dy mund të jetoshim. Pra konfliktet të fillim kanë nisur mes teje dhe vëllezërve të saj, jo me gruan. Vëllezërit të saj. Po? Kuptohet, tash ama fillon në sherri, nuk desha të kem marrëdhënie me vëllezërit të saj, ajo pranoi shkoi bashkohet të rri me vëllezërit dhe jo me mua. Erdhën, morën motrën në tyre, ishin 3 kunetër kisha atje. Erdhi dhe i 4, i bëra njerëz, domethënë. I ndihmova aq shumë se s'ka këtë dhe më shkatruan jetën. Që mos të kesh asnjë lloj konflikti me gruan dhe të ndahesh në këtë forme, nuk mund. Ata mua më shkatruan me fëmijët. Ata më morën. Çfarë të tha ish gruaja në momentin që nisën këto konflikte mes teje dhe vëllezërve të saj? Tash me të drejtën, kisha gjë unë me gruan, asnjë gjë, asnjë më bëj. Të gjithë ajo mbajti familjen, mbajti vëllezërit e saj, nuk mua më ashtu. Pra ajo të komunikoi që ajo më tha edhe këtë që unë dua të jetoj në Shqipëri me nënën time. Zemra ime ku të duash të jetosh, unë nuk të mbaj dot me zor. Por më ndash nga fëmijët është krim i madh. Ishte ajo që e kërkoi ndarje? Edhe ajo ishte që kërkoi. U largua nga ju. U largua vetë, domethënë vetë. Pa dëshirën time, pa fjalën time dhe pa ditur gjë unë se ajo ikus. Ajo i kishte pre biletat me gjithë vllajën e vet. Nuk të njoftoi kur u rikthye në Shqipëri? Vetëm kur vinë në shtëpi pres, shkojnë polici, them policisë, këtu është muhabeti, më ka hek gruaja me Kalamajt, po se ku ka shkuar nuk e di. Se ku ti ja gjeu, unë risha në punë nga mëngjesi. Ai nuk të kishte komunikuar asgjë. I çfarë? Nga mëngjesi deri në darkët në punë. Për shembull, vija ndrek, haja buk dhe iksa prapë në punë deri në orën 9 darkës. Po. Atë tragedi ikte në orën 8. Vi unë atë natë, kërko, shkoj ke kunetri, s'mapshin derën. As çfarë të them tash, për ato aq ishte në Greqi. Pra, ajo mori fëmijë dhe u largua, por si hyri në Shqipëri? Kishte dhënë ju një prokur diçka? Nuk kishte shumë, ishin 2 muaj që ndeti, nuk ndeti shumë. Nuk kishte... Domethënë kishte 2 muaj sa kishte ardhur dhe ende nuk ishte skaduar prokura e... Bravo. E mendon që martesa juaj nuk ka funksionuar që në fillim të lidhjes, se ju keni figuruar 5 vite të martuar, por bashk keni bashkëtuar vetëm 2 muaj. Jo. Dhe ato ditë që ti mund të kesh ardhur në Shqipëri për të takuar gruan. Ndeta këtu, ndeta në Shqipëri 3 vjet. Fillimisht keni jetuar 3 vite bashkë. Ndetëm bashkë, që lindi edhe djali. Pastaj u shkëpute dhe vajte në... Fillova punë këtu una, fillova punë oficer, kapter policie, ushtrie, edhe në 99-ën morave që do shpërndajen kartat, letrat për refugjatët. Greke, që do marrim letrat. Dhe u largove. Edhe u largova. Por ajo 3 vitet e para të martesës, si ka qenë raporti? Shumë mirë kishim, s'kishim problem. Nuk kishim problem? Jo, shumë. Pra, problemet nisën në emigracion? Me shkeshim i martuar, po unë kërkoja të krijoj një familje të bukur, të ëmbël, të ke parasysh, linde fëmijët
Pra gjithë shka ndodhi në Greqi në ato 2 muaj. Ato muaj. E dashur Nexhi, është imigracioni shkaku kryesor në rastin e zotrisë të Ariani që ka ardhur divorci, tregoi konfliktin me Kunetrit, por prap mua më duket pak absurde, nga një konflikt pse more kushuririn, s'kemi vend ku të flem, të kalohet në një ndarje, në një divorc, që duket që ajo më pas ka një hakmarrje përderisa i pengoi dhe fëmijët. Në fakt janë bërë studime nga më të ndryshmet në lidhje me divorcet në Shqipëri, të cilat kanë marrë një zhvillim shumë të madh, janë shtuar në numër, në shumicën e rasteve, domethënë janë gratë ato që kërkojnë divorcin, domethënë vitet sidomos 15, 2015, 2020, 2024 kanë shku deri në shifrën që 24% e martesave të lidhura kanë përfunduar në zgjidhje martese. Tani në rastin konkret, zotëria shprehet që domethënë ka pa dëshirën e mirë, domethënë për të patur një familje Të shëndetshme. bukur, të shëndetshme, duke sjell planifikuar dhe sjell në jetë 3 fëmijë, pastaj 2 jetojnë akoma edhe qofshin shumë mirë dhe me shëndet të mirë. Faleminderit. Por ne duhet të dimë historinë e Shqipërisë dhe gjithçka. Fati çdo njeriu varet nga fati i kombit të vet. Natyrisht dhe nga gjëja personale, nga zgjedhjet që bën njeriu. Por ama ti nuk mundesh të shmangësh dot ku ke lindur, kujt kombi përket, kujt territori përket dhe në fundit nga cila familje vjen. Dhe janë një sër faktorësh. Kështu që Shqipëria ka njohur emigracioni dhe në vite, domethënë, derisa u lejua lëvizja e lirë e njerëzve në 2011, e cila e bëri më të favorshme që të rinë 3 muaj, të mund të udhtojë, të kthehen, që dhe komunikimi, kontakti me familjarët mund të bësh dhe është bërë më i lehtë. Më i lehtë, bota u hap më shumë ndaj shqiptarëve, se vitet 90 deri në 2000 e 2010, këta që kanë jetuar në Greqi, njerëzit, e vërtet. këta që kanë jetuar, shqiptarë që kanë jetuar në Greqi, flasin shumë. Sa ndonjëherë ne na dukur çudi që kanë përjetuar dhe diskriminim, edhe rasizëm, edhe fobi të ndryshme, sepse ka patur dhe raste të cilat në një farë kuptimi ju ka dhënë atyre të drejtë për të qenë pak të egër ndaj shqiptarëve. Kështu që zotëria ka patur një shans, një mundësi që ka ardhur, e ka takuar, ja ka mundësuar dhe ta marri gruan në Greqi. Por natyrisht ajo disa vite jetoi me familjen e prindërve të saj. Apo jo. Kështu që si thuash, më shumë po ishte prezent në jetën e ish bashortes familjave, vëllezërit e vet, prindrit e vet, se sa bashorti. Tani një mendje e kthjellët, një shpirt i bukur, një shpirt dashamirës, kur mendon që e ka lidhur jetën me burrin, ka 2 fëmijë si yje, fëmijët janë dhurata më e bukur që mund të japi Zoti për ata, e mendon që ky burr që ka ikur nuk ka ikur për qef, as për aventurë. Ka ikur për të punuar, për siguruar para, për familjen, pikërisht për gruan dhe këta fëmijë. Se ndonjëherë gratë i bien shkurt e sapit. Jo, po s'është prezent, s'është këtue, pse mora këtë burr, kot për të ndetur kështu veç e tëra. Këto janë gjëra që ndodhin në pafund. Ndoshta dhe sidomos vendet e pazhvilluara kanë fate të tilla. Ne jemi në Europë, jemi pak shumë herë më mirë nga vendet e tjera, se po dëgjojmë për ditë se çfarë ndodh në botë. Kështu që ndoshta duhet ta kishte menduar disa herë që shikoj vëllezërit janë aty, prindrit janë aty, po burri është në vend tjetër, burri po më krijon familja është familje. Por do e mësojmë nga zoti Arian çfarë ndodhi në Shqipëri. Ishte ajo që ju drejtuaja para divorcit gjykatës apo ju për divorc, por do kalojmë te këshilla e parë mjekësore, do të jemi tek Obeni të dashur miq dhe rikthehemi sërish bashk live. Mirë, jemi rikthyer në studio, i dashur Arian, do të vazhdojmë së bashku intervistën. U ktheve nga puna, grua nuk e gjete në shtëpi, mësove që e kishte kapur tragedin për të udhëtuar dhe për të mbritur në Shqipëri. Denoncove në polici, çfarë ndodhi më pas? E mësove faktin që e kishte ardhur në Mësova pastaj, mësova këtu, domethënë, jo, edhe atje mësova se më thanë ata komshi që se kishte, domethënë, kishte për muhabet kunati im me një komshin ton atje. Pyeta unë, atje kur rinte kunati im, ata njerëz të vetë që jetonte këtë shtëpi atyre, thonë mu, jo të shoqe ka ikur.
ka marrë fëmijët dhe ka ikur. Çfarë bët ju? Qëndruat në Greqi apo erdhët në Shqipëri? Jo, erdha me vrap në Shqipëri, Po. bisedova me familjen time, me prindët e mi, shkuam atje, u thëmë, ata thanë, ne kemi mbaruar me juve, ne nuk duam të kemi miqësi me ju. Pra, ti shkove në një farë mënyre për t'i kërkuar rikthimi. Po, pa tjetër, unë s'kisha si lloj problem, nuk dosha që të ndasha me gruan, me kalamajt. Ajo të dha një shpjegim se më duket pak e çuditshme. Nuk do të takonte më, dhe s'jemi takuar, vetëm gjyq kur bëm gjyqin, edhe atje prap, vetëm nëpërmjet gjykatës, kështu nuk kena bërë kontakte fare. Se më duket sikur ajo ka patur një shkak, një motiv për të divorcuar bashortin e saj, jo thjesht një konflikt që në çdo familje shqiptare mund të ketë konflikte, por njerëzit e mençur, si e tha Nexhi, din t'i zgjidhin gjërat. Kështu që Ndigjo. ai nuk të dha asnjë arsye, asnjë shkak. Do të them vetëm kaq, gruaja ime ishte njeri pa shkollë, e pa dal, dhe e mbyllur në atë shtëpi. Ajo kur ka qenë fëmijë nuk ka pas dal fare nga shtëpia, nuk e di se si ishte njeri i pa dalur, ishte njeri i pa zhvilluar. Po unë mundohesha përsëri që ta sjell në rrugë të mirë, i dhash 2 lule, 2 trëndafila. Çfarë ndodhi? Ajo ju drejtua e para gjykatës. Ju thash edhe çfarë. Ajo donte të jetonte me nënën e saj. Zgjodhi këtë lloj jetese. Të largosh. Nëna vetë s'kishte njëri tjetër më atje. Fëmijët djemtë i martoi, edhe ngeli vetëm. Ajo pranoi të jetonte me nënën e vet. Se kuptoj një nënë të ndaj vajzën nga bashorti, se s'ka me këtë riku shumë mirë, ajo mund ta merrte nënën në shtëpinë e saj dhe ishin edhe presionet e vëllezërve të saj. të cilët nuk të doni ty si dhëndër. Nuk më donin, nga që unë kisha konflikte me vllajën e saj të madhin. Se unë e mora atje dhe kunati atje më vodhi dokumentin. Konfliktet kanë qenë më të thella. Bravo, ishin shumë thella. Më vodhi dokumentin kunati atje, edhe mu më dhanë vizë të kuqe të iksh për gjithmonë nga Greqia. Mi po, me ndërmjetës, me shokë, me shokë, e gjeta rrugën e drejtimit dhe u bërë përsëri me karta. Ajo ishte konflikti më i madh. Që ka ndodhur mes teje dhe vllajt të saj. Filloi domethënë. Por çfarë duhet të bënte një dëm kaq të madh ky ai person, të merrte dokumenta dhe greke dhe të penalizonte që ti mos të jetoje në Greqi dhe të punoje. Atë të më thuash ti mua tash. Nuk e ke mësuar kurrë se ta bëri. Pra ne pa të them. Atëherë gjykata çfarë vendosi? Ju përballët në gjykatë bashkë. Gjykata vendosi, domethënë e keni fajin të dy. 50-50. Jo, çfarë vendosi për fëmijët? Për fëmijët vendosi që ti shoh Kujdestarin automatikisht i la. Kam letrën ke shtëpia, po harrova ta marr. Po. Edhe të paguaj një taks. Detyrim ushqimor, po. Edhe unë nuk kisha ku ta paguaj atë taks, edhe shkoj në Prisk për ta takuar. Po. Kisha lek, nuk ishte se s'kisha lek për shembull. Dhe fëmijët do të kisha, i doja dhe doja ti takoja dhe ti shpërti. Po, ti ishe kujdeseshe për ta të që desh që çka kisha për t'i dhënë. E qartë, të ishe pranë tyre, të kujdeseshe me. Mirë, po ajo pranoi. Tha që me neve nuk ke më punë as me mua as me kalamajt. Ky është gabimi që as ka arritur të kuptoj që. Dhe kur shkova të takoj djalin ke shkolla, shkova në Prisk. Po. Del djali duke më sharë. Sa vjeç ishte djalin atë kohë? Po një 9 vjeç duket se ishte. 9 vjeç. Duket se 9 ose 10 vjeç. Edhe duke më sharë. Po pse mër babë thashun? Kush të kam mësuar këto llafe? Kush të shtyn ty thashun? Iku me vrap, shkove lajmërin në vet, edhe erdhi ajo, mori gocën e mçefi, në shkollë mori mçefi dhe ikën. Edhe s'm lejoni të takoja dhe të diskutoja, të bisedonim çfarë do të bëja, çfarë. Të zun derën në një farë forme dhe ti nuk ishe mundësi të deportohej dhe të flisi me këta njerëz. Nuk isha edhe këtu në Shqipëri, se ti jetosha këtu në Shqipëri, po unë jetosha jashtë shtetit, që isha me i detyruar se do të jesh në punë. Shive këtu largoj do të pas more leje nga puna, të lejnë. Nuk lejon njeri. Pra, shkaku që u largove sërish në Greqi, u ndave në një farë mënyre përgjithmonë me përgjithmonë, po pa dëshirë. Me fëmijët. Nuk e mendove ti drejtohesh një institucioni të kërkoje të drejtën tënde ligjore? Kova në polici, po, në kinostudio, poshtë kinostudio, një rajon polici nuk e di atje. Posta e policisë, po? Posta e policisë, edhe ata nuk e di s'më sqaruan mirë, a jep detyrim tim tha mu. Unë pranaj po vi këtu që të takohem me zonjën, të diskutojmë, qa banket janë lekët, qa mënyre ose qa drejtimi. Pra refuzoj që mos të merrte paratë tua dhe ti mos ta shqetësoj më
me gjithë fëmijët. Po, të ashtë përdesa unë, nuk më sqaroj edhe policia në atë kohë. Dhe shuneti, edhe pse jetojmë në 2026, ka ende njerëz që se kuptojnë se si duhet të funksionojë kjo gjë pas divorcit për fëmijët. Ka një gabim nga të dy palët. Po, Natyrisht, kur bëhet një zgjidhje martese, nuk duket kaq qetë sa kur e shpjegon tani. Ka patur tension, me mërmendja, me vëllezrit. Presione nga vëllezrit, presione nga vëllezrit. Presion dhe njëkohësisht dhe një lloj tensioni, sepse dhe ju se keni pranuar ato gjëra kështu, si thua me dëshirë të madhe, i keni kundërshtuar apo jo. Natyrisht që keni shkuar për të takuar fëmijët, i keni takuar një moshë pak madhore, apo jo, se 8 vjeç domethënë kishin kaluar disa vite nga zgjidhja e martesës. Vija unë, por nuk ma jepshin prapë. Atëherë. Në fund fare zgjodha problemin, thashtë, ore, unë do të paguaj, thash. Do të dua që edhe fëmijët nesër pas nesër të mos ngelen fukarenj. E para mund ta them pak më qartë, më saktë. Që kurse fillon procesi i divorcit, natyrisht që babai në këtë rast ka pat detyrimin për të dhënë para, sepse ata do rriteshin, do edukoheshin, do shkolloheshin e tjerë. Ka një mënyrë për ta zgjidhur këtë problem. Është zyra e përmbarimit në Shqipëri, tani ka dhe zyra e përmbarimit private, përveç asaj të shtetit. Nuk është larg që këtë biles, kese një dhjetori është zyra e përmbarimit shtetëror, e cila t'i çon vendimin gjyqësor dhe shikon çfarë ka vendosur gjykata dhe pastaj se cila palë të dy prindit janë të detyruar që t'i përgjigjen të zbatojnë atë vendim gjykate. Të gjitha pikat që ka, detyrimet që rrjedhin nga i vendim gjykate. Pra çështja nuk lihet në vullnetin as të nënës, as të babait. Po, kjo drejt. Kështu që shkon atje çon vendimin dhe ata pastaj i bëjnë të gjitha ato punët e duhura për të caktuar një numër llogarie që e hap bashkëshortja dhe ku do të dërgohen lekët, sa do dërgohen çdo muaj, njëkohësisht dhe për ditët dhe për orët e takimit në çdo javë, 2 herë në vit gjatë pushimeve verore apo 4 herë në vit, sepse ka dhe pushime më shumë tani fëmijët për shkolla. Pra këto gjëra duheshin realizuar, se sido që tjetë është një lloj pakënaqësie, një lloj revolte. Ndoshta fillimisht ajo ka qenë për shkak të një dokumenti, për shkak sepse dhe ju u largua, po me vite pasaj ajo është bërë shumë problematike se është lidhur tani me mungesën e pranisë tuaj në rritje dhe në edukimin e fëmijëve, po për më tepër në mungesën e parave që duhem për të jetuar. Dashur Nexhi, dolëm pikërisht tek një moment që shpesh më pyesin dhe më dërgojnë mesazhe. Sot fëmijët e Arianit janë në moshë madhore. Pra, le të themi deri në moshën 18 vjeç që ky baba kishte drejtën të bënte pagesën detyrimore që se ka bër, sot që ata në moshë madhore, nëse ata e kërkojnë këtë gjë ligjërisht, babai ka të drejtë pas 18 vjeç të pagojë ato shumë që se ka paguar kur? Shiko, ata fëmijë janë rritur tashmë. Po, janë në moshë madhore. Ata ka shpenzuar para. I ka shpenzuar nëna, ajo mund të ngrej pa di që të kërkoj, kam shpenzuar kaq edhe kaq, por natyrisht duhet të ketë dhe disa prova për të treguar gjykatës që shiko, unë kam shpenzuar kaq para nga kjo pasuri, apo kam shitur shtëpinë, apo ka shitur nëna ime këtë sipërfaqe toke, që më takonte për të rritur dhe këto fëmijët. Edhe atëherë është një proces gjyqësor i cili ai vendos se sa detyrohet, për shembull, ish bashkëshorti për të dhënë. Por ka një, si thua, një gjë që ka ngrënë gjithë një diskutim në seancat gjyqësore. Sepse kur fillon procesi gjyqësor, palët duhet kërkojnë që në momentin që dorëzohet padia, pra ka një kërkesë ndërmjetme, të paguhen para për rritjen e tyre. Sepse gjyqi mund të vazhdojë edhe 1 vjet. Ankimohet, vazhdon 3 vjet, 5 vjet, ata kanë nevojë për këto para. Pra ka një moment që dhe duhet kërkuar kjo para. Qofse ata janë rritur, domethënë, tashmë, ata kanë harxuar para. Pra, i ka harxuar nëna e tyre. Për rritjen e tyre, sigurisht. Ka disa edhe vepra penale parashkruan, kur kalon një afat i caktuar kohë. Por në një situatë kur një baba i mbyllet dera dhe nuk gjen dot mundësinë. Shiko, kjo është një mënyrë, një presion, është një detyrim i, si thua, me forcë. Nuk ka të drejtë nëna që të përcaktoj se çfarë dënimi takon këtij, se s'ka dhënë lekët. Jo, është gjykata që vendos nëse ka ndonjë detyrim për të. Se, domethënë, nuk mundet ti të vësh kushte për burrin. Ashtu si po ti kishte babai dhe ti mbante pa drejtësisht nëna të jepte nënës fëmijët, do të ishte përsëri, domethënë, një vetgjyqësi. Domethënë, nuk e zgjidh personi vet këtë problem. Se sa detyrohet, kur do t'i fusi lekët,
ta lë të takoj apo jo. Jo, kjo është vetë gjyqësi dhe nuk lejohet në Shqipëri. Prandaj dhe ato ndonjëherë e ndjejnë peshën e fajt ajo që nuk e ka dhënë fëmijët për t'i takuar babait, nuk e ka pranuar që ai të komunikonte për t'ia dorëzuar parat, prandaj në përgjithësi dhe heshtin nënat të tilla që janë në faj vetë. Tani ka një problem në këtë mes që duhet ta theksoj. Pavarësisht se ka qenë një konflikt i atyre viteve, me kalimin e viteve dhe zotëria vetë duhet ta kishte gjetur, si thua, atë rrugën për të hyrë në lidhje me fëmijët. Sepse e para njerë që duhet ta ndjesh që janë fëmijët e tu, edhe duhet t'i insistosh deri në fund, pa pritur reagimin e nënës, po njëkohësisht dhe nëna duhet kemë parasysh. Ato nëna të cilët prinatet e tyre nuk i lejojnë fëmijët të takohen me prindrit, me baban e tyre, ato kanë rritur fëmijë të paplotësuar. E vërtet. Të paplotësuar mendërisht, shpirtërisht, ata fëmijë janë gjithë një mangut në lumturi. Ata fëmijë ndonjëherë kalojnë dhe trauma. Sepse ata në shkollë shikojnë që fëmijët e tjerë kanë dhe nënë dhe baba. Edhe shpjegohet, shkencërisht ka studime sot në botë, që tregojnë se sa e domosdoshme është Figura e babait në familje dhe figura e gjyshit, e gjyshës. Të tërë, të gjithë qartë, ka nevojë, jo ndikim vetëm fëmia, jo fëmia, po dhe të rritu ka nevojë për dashuri njerëzore nga ata që janë në rrethin e tyre familjar, nga ata me ata të cilat domethënë është jeta. Por ajo që kuptoj unë, dëmi më i madh tek Ariani është që ata sot njëri është 29, një 27, unë besoj që ata nuk kanë dashuri më për babain e tyre. Gjithë këto vite që nuk të kanë takuar, që ata po të shkëmbejnë në rrugë nuk të njohin ty si baba. Por eksi vjen nga avash nuk vjen për një. Jo, zotuar shpreha me goditur është që gjaku nuk bëhet ujë. Në rast të kuptimin që dashuria për njeriu e shpirtit edhe mundet se ke parë për 30 vjetë, është brenda. E ka treguar historia që i kanë kërkuar, i kanë gjetur, kanë derdhur lot dashurie, janë ribashkuar. Unë uroj që fëmijët e Arianit e na ndjekin ditën e sotme. Arian, ju bët përpjekje të vini te shkolla e djalit që e për fundit 9 vjeç, vajzën që e mori nëna dhe e fsheu, më tregova ato episod. Pas këtij episodi nuk tentove më kurrë të shkoje? Nuk tentova se më than pastaj kur erdha një tjetër këtu, erdha përsëri se unë jetoj në Greqi, e qartë, ajo që vjen u martova, krijova familje tjetër dhe erdha me gjithë familjen këtu. Shkuam përsëri në Prisk me ish bashkëshortën time, me bashkëshortën aktuale, po. Tani përsëri ajo nuk pranonte që neve të takonit fëmijët. Pra sa herë që ka ardhur nga Greqia, edhe gruaja ime i foli, është gjunaf, mos të dësh fëmijën, tha, takoj baban. E qartë. Pra sa herë që ke ardhur nga Greqia dhe ka ardhur në Shqipëri, e munduar të shkosh? Jam munduar dhe kam shkuar. Mirë, po kur më thanë këtu që kanë ikur në Amerikë, mirë, po e hangra kot këtë. Në Amerikë ata nuk ikshin dot pa firmën time. Jo, nëse mbushit 18 vjeç, nuk duhet më firma juaj. Mirë, po para moshës 18 vjeç më patën thënë mua. Para moshës 18 vjeç, të thanë që kanë ikur në Amerikë. Kanë ikur në Amerikë, edhe pastaj thashun tash ku ta kërkoj unë me këtë? Ku ti kërkoj, ku ti gjej unë me këtë? Por që mund të kanë gënjur. Do më kanë gënjur. Nuk e di të vërtetën. Tashti, me që më tha im vlla, se e shoqja është nga Babroj. Dhe një nga punetrit e mi, rrinë Babru, dikur ata kanë marrë vesh, dhe gocën, tha, ke në Gjermani, tha, ka 2 fëmijë. Dhe është e martuar, je bërë gjysh. Por që fatkeqësisht nuk i njeh. Po do t'i njoh, do të kërkoj vajza ta njohë baban. Nuk e di, ndoshta se janë akoma 3, po kur quhen më shtime, jam unë për shembull, ti jam për shembull. Unë uroj sa do i keq ti ishte, sa do i mirë, ose çfarë do të bëte babai im, ishte babai. Shiko, dhe fëmijët e sot janë, sidomos dhe janë perëndim, po dhe në Shqipëri e njëjta gjë është, janë qytetëruar, i njohin gabimet ndonjëherë që bëjnë prindrit. Sot biles ka fëmijë që edhe mirë bëjnë që i gjykojnë prindrit për ato që kanë bërë. Shumë bukur. Ne përpara e quanim një gjë që ishte egzageruar. E qartë. Por fëmijët e sotëm natyrisht duhet ta bëjnë këtë gjë me shumë dashamirësi, ndaj prindërve. Takt, pa i lënduar prindrit, sepse çdo njeri gabon, por ama ata dinë edhe t'i njohin gabimet e prindërve dhe ata që dinë të bëjnë gjëra të bukura, dinë dhe t'i rregullojnë marrëdhëniet. Të rivendosin marrëdhëniet me
babajnë e tyre. Ne do qëndrojmë edhe për minutat të tëra këtu në Pajgjurmë, por vetëm do miljosh i dashur Ariane kam të detyrueshme të kaloj në hapësirën e radhës në reklama dhe rikthehemi sërish bashk. Mirë, jemi rikthyer në transmetim, në fakt po shkojmë drejt fundit, vetëm pak minuta na kanë lirë në dispozicion dhe u preke Arian kur tregove momentin që vajza është martuar, jeton në Gjermani, ke marrë vesh informacione, ka sjellni e 2 fëmijë e bërë gjysh, por për djalin ke mësuar diçka, ai është më i madh se vajza. Për djalin më merr flasim në Messenger me një komshiun tim atje, ai ka njeh atë një dajën e ish gruas time. Po. Edhe flasin, a i rinë në Anglinë duket, edhe flasin në Facebook, mi po kur erdha vjetuna, diskutuam këtë muhabet, edhe folën a i me atë, edhe i thotë, vajza është në Gjermani, thotë ka 2 fëmijë, djali është në Durrës, punon kamarir, dhe nuk ka marrëdhënie as me dajet, as me njëri, tha. Por, po desh hajde kërkoj, tha. Pra djali mund të jetojë në qytetin e Durrësit. Durrës, shumë thajt është tash, është e vërteta është gënjeshtër, nuk e di. Po thuat ja i po vjen dhe po na pret aty jashtë portës. Po ndoshta. Ky do ishte lajmi më i mirë se Inshallah. Ju nuk keni bërë përpjekje se jetoni në Greqi dhe sa keni ardhur. Nuk bëra përpjekje se thash mbas edhe këta do më kërkojnë. E ke menduar që edhe një ditë ata do të kërkojnë. Mi po tash dhimbësuria e madhe. Gjaku im, s'kam ku të qoj, janë të mitë. E ke ndjerë mungesën e tyre? Jo mungesa, po më vjen keq shumë. Shumë keq. Pse të rriten, janë rritur pa baba, edhe pse mos të njohin baban e tyre. Dhe mbi të gjitha që kanë dhe 2 vëllezër. Tjetër ka dhe 2 vëllezër tjerë. Nga martesa aktuale ke edhe 2 fëmijë, sa vjeç janë fëmijët? I madhi është 26 dhe i dyti është 16 për 7. Të rritur. Ata i kërkojnë vllajën dhe motrën? Më ka thënë djali i madh, babi, o burra të gjesh sa më shpejt, se duam të njofim. Dhe mendoj që E me gjithatë, se thonë kemi një motrë. Është e vetme motra, e vërtet. Por jam e sigurt që kur ke sjellni jetë fëmijët nga martesa aktuale, e ke ndjerë mungesën e tyre. Do me thënë... Që ditën që më janë larguar nga shtëpia, e kam ndjerë aq shumë, sa nuk e dia ma beson. Ti dhe asnjëri tjetër në botë. Nexhi përsolli disa mesazhe që djali mund të na vi duke ja dhënë një mesazh të fortë që ai të reagoj, është e bukur, dhe vajza nga Gjermania, emisioni Pajgjurmë ndiqet edhe në YouTube nga emigrantët, uroj që ajo të na ndjeki dhe të na telefonoj. Emisioni Pajgjurmë ka 2 numra, nëse vajza dhe djali i Arian Cengos janë duke na ndjekur dhe kërkojnë të rilidhin kontaktet me babajnë e tyre, pasi u bën 27 vite që nuk janë parë dhe nuk janë takuar, mund të lidhen me studion e emisionit Pajgjurmë, janë 2 numra poshtë ekranit dhe menjëherë ne do t'i vëmë kontaktin tuaj. Arian, duke ditur që janë rritur pa ty, pa dashurinë tënde, duke menduar të takimin e fundit që djali të ofendoi, e mendon që do reagojnë, do të kërkojnë? E mendon që mund të lëndohesh për herë të dytë? Jo. Mendoj që ata do të bashkohen me mua. Se ata nuk e din historinë. Këtë lloj histori që... Prandaj vendoset vjen në një studio të tregojë histori që ata ta dëgjojnë. Ata dëgjojnë, por mund të dëgjojnë edhe më shumë, për shembull, gjëra të tjera. Por që nuk ke vendosur ti ndash. Nëse ata do bisedojnë me mua, do shohin se kush është baba jam. Ka një instinkt, prindërit gjithnjë ka një instinkt të zhvilluar në raport me fëmijët. Prindërit kanë një instinkt kush ka më shumë dobësi, babin apo mamin. E vërtet. Kanë atë instiktin që ti mund t'jesh larg me qindra kilometra, mijëra kilometra, dhe ndjen një shqetësim të fëmijës. Apo fëmija ndjen që diçka ka mami ose babi. Këto janë biologjike, këto lidhen me gjakun që ka të njëjtën ADN. Kështu që zotëria ka shumë të drejtë ku thotë unë ndjej që do më kërkojnë. Do e kërkojnë. Edhe unë besoj që do e kërkojnë. Sepse mënyra se si zotëria shpreh sot në studie, me kaq dhimbësuri, me kaq dashuri, me kaq si thua ndjenjë për fëmijët e vet, apo për faktin që ka një nip e një mbes, për faktin që, domethënë, dhe familja që ka krijuar e ka ushqyer me dashurinë për familjen e parë, për fëmijët që ka nga martesa e parë, se ka plot nga ata që
si thua duan ta fshin nga jeta e tyre Të shkuarën. një martesë që s'ka funksionuar. Kurse zotëria i ka, si thua, ushqyer dashurinë dhe këte 2 fëmijë të martesës dytë, pikërisht për 2 fëmijët që ka patur nga martesa e parë. Dhe pas ka bërë gjën më të bukur. Më të mirë. Gjën më të bukur, gjën më të mirë, gjën më njerëzore, më fisnike, dhe e besoj që do marri shumë shpejt sinjale nga të 2 fëmijë. E uroj, do jemi këtu në këtë studio, do qëndroj disa ditë Ariani këtu në Shqipëri. I dashur Arian, jemi drejt fundit, mendoj që vajza dhe djali mund të të ndjeki. Kush është mesazhi që do ju përcjellje të dyve sot? I uroj shëndet. I uroj lumturi në jetën e tyre. Dhe dashurit madhe, shumë. Kjo është. Dhe fundit? Që inshallah bashkohemi. Ato thuaj. Kjo është kresorja. Kjo është Bashkojni dhe unë me zemër e uroj që të ndodhi kjo gjë, uroj që të ketë reagime ditën e sotme në këtë transmetim i dashur Arian, ku 2 fëmijët e tu të telefonojnë, emrat e tyre sot nuk janë përmendur në këtë transmetim, nuk kemi publikuar as foto as gjë të tyre, uroj që ta mirëkuptojnë këtë emision, të zëri juaj të dëgjohet tek ata dhe ata na telefonojnë, dhe uroj që ky takim të ndodhi sa më shpejt dhe pse jo në studion e emisionit Pajgjurmë. Unë ju uroj edhe juve, shumë faleminderit për kanalin, paçi suksese Faleminderit. dhe arqin shumë njerëz si puna ime këtu. Do donim jo, por fatkeqësisht Jo, që kanë probleme juve do i zgjidhni. Faleminderit Ariane edhe për besimin, do mbetemi bashkë në kontakt. Falenderoj që të pata sot në studio. E dashur Nexhi, faleminderit. Faleminderit. Mirë, kemi ardhur në fund edhe për ditën e sotme dashur miq. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të programit. Ne bashkë do ritakohemi sërish nesër live ora 16 me një tjetër histori. Mirupafshim.